Me afrimin e periudhave të vështira për vendin e tij, Avdullahu nuk qëndroi duar kryq. Herët u angazhua në radhat e ushtrisë qeverimtare të Kosovës. Shumë shpejt u shqua për guxim, vetmëim e vendosmëri, aftësi luftarake dhe afërsi prej udhëheci me bashkëluftëtarët e tij. Shpejt do emëroi zëvendës komandanti i policisë ushtarake të ushtrisë qeverimtare të Kosovës për zonën operative të Dukaxhinit, nga komandanti i zonës Ramush Haradinaj, detyrë të cilën e përmbushi me shumë nder dhe përkushtim. Zëvendës komandanti i zonës së tretë të trupave mbrojtëse të Kosovës, nga ku edhe përfundoi karrierën e gjatë dhe të lavdishme ushtarake. Nuk jo ndalë asnjëherë, vazhdimisht ishte afër familjeve dëshmorëve, veteranëve, martirëve, bashkëluftëtarëve, kur morën me hinë në qytet, ndodhe e shkëndodhe në qytetit tonë, dijmë jemi të gjithë. Ullëm përpara, biseduam, bëjmë analiza, çfarë po bëjmë. Pimarën bashkëluftëtarët, apo him, a jemi afër bashkëluftëtarëve tanë, që ndihmojnë se s'na fali historia asnjëherë. To ishin fjalët që i bisedonën vazhdimisht. I përjesshëm çfarë kujtimi, gjithmonë më ne. Kjo humbje nuk është vetëm për familje, bashkëpunëtar, por kjo humbje është edhe për Gjakovën, edhe për Dukaxhinin, edhe për kombin shqiptar, sepse lufta e tij, angazhimi i tij
puna e tij, urësia e tij, komunikimi i tij, ky ka qenë i ulidhshëm në zgjidhje. Nuk ka vend duka qenë që si u ka një krisma të pushkës anë në barë, nuk ka vend edhe familje që nuk e ka cokat në derë, qoftë për mirë, qoftë për gjarë trona. Dhe kështu, unë kësha kërku për gjithë bashkëpunëtorëve, familjes, që ato kujtimet mirë, ato aktivitetet mirë, ato angazhimet mirë, ato vëllajt, t'i rujmë përjetësisht, sepse vepra vëllajt ka më rejtë tashetutje. Tashetutje do t'a kuptojmë sa i madh ka qenë komandant Babalia, sa i madh ka qenë angazhimi tina, i bashkëpunëtorëve tina. Dhe kështu që shemi sot t'a ndërojmë, t'a respektojmë, t'i jepim lam të mirën e funit, me bindjen që ky vetëm fizikisht nuk do t'jetë me neve, por gjithmonë, përjetësisht në zemrat tona. Dhe gjatë luftës, ndërsa kuën e pas luftës ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm edhe për ndërtimin e brigadës 332 Gjakova në Gjakovë, më pastaj për 7 vite me radhë ka punu për zhvillimin e trupave mbrojtëse të Kosovës nivel zonës 3 të TMK-s. E për në banesën e fundit, trupi i Pajeti Babalisë është përcjellur me ndërime më të larta ushtarake nga garda ceremoniale e FSK-s. Ndërsa bashkëluftëtarët e tij dhe familjarët kanë përshkruar në këmbë rrugën drejt tek vallëzat e qytetit. Ndërka që i fundit nga i ndjeri është ndarë ish komandanti i tij Ramosh Haradinaj. Si komandant i brigadës Mitre 7 Gjakova, ai takon luftarëve shqiptar të këtij niveli të lartë, komandantëve, atyre që kanë udhëheqë projekte me peshë për kombin. Edhe pse në këto vite pas luftës nuk kemi mujt jo sa duhet, por sa ka qenë detyre jona me zbardh këtë vërtet e me u ditë kjo e vërtet, historia do ta bën këtë. Vërtet, Abdullah Babalia i takon luftarëve që në kombin tonë do të renditen lartë. Ndarja e tij ishte e papritur, ishte e dhimbshme, ishte e vështirë. Ishte një lajm që askush prej nesh nuk e ka prit, edhe për mu ishte e këtill. Por me i fjalë, me ju leçu gjithve, me i leçu familjes në atë parë, Abdullahi, jeta edhe vdekja kanë qenë në një vend. Pse jeta dhe vdekja? Sepse për me jetu njerëz, ai ofru me dek në ditë më të vështira të kombit tonë.
edhe çdo ditë ka pas dekën me veti. Krajet qytetarëve në përkrajet familje dëshmorëve, të bashkëluftëtarëve, dhe thotë gjithë ka qenë afër tyre ku çdo çka kanë pas, dhe thotë Thuaj se vdekja prit të bëri, komandant, ai diell që rrezatoi Pahiri, jo, emrin e lavdisja japi Gjakovës. Para kalim pa balt, po me dhembje lavdije, komandant për jetësi krenarie. Mirë se këtë